I propozimit të PDK-s për president do të jetë po ashtu nga PDK. Dhe ndërkohë që se ka paraqit asnjë nga emrin, do të cili është emri në rregull, po thot PDK që duhet të vijë nga ta propozimi. Dhe po thotë që dhe i dyti duhet të jetë për të siguruar po ashtu nga PDK. A na thu emrat? A na thu emrat cilat janë emra? A e dini ju sinqerisht po them si gazetar se cilët kanë qenë dy emrat eventual të PDK-s në mendjet e tyre e në diskutimet e tyre të brendshme se ne nuk i dimë nga ta kemi pas studio i kemi sfiduar. Zoti trajnori, madje PDK. As Arsim Bajramin, as profesor Arsim Bajramin, që paraqiti kandidaturën, dolën edhe thanë që nuk e përkrahën. Madje edhe Justina Pulën, akademike Justina Pulën. Po ty janë deputet PDK-s, nuk janë pavon zoti. Po jo ata kërkonin vjen kose emra pa të lakum publik. Po du të thonë që kur as këta emra nuk i përkrahen. I dolin demontuar. Fakt Justina jo mos të him borx. Imagjino cila është kërkesa. Jo, imagjino cila është kërkesa apo PDK-s. Ata kanë 25 nënshkrime, 22 deputetë respektivisht. Në një rronë kërkonin 8 nënshkrime për kandidaturën e parë nga Lëvizja Vendosje, dhe në anën tjetër kërkonin 30 nënshkrime për kandidatin e dytë të PDK-s, ndërkohë që insistonin që presidenti të jetë i tyre dhe ne nuk mos i dim emrat. Domethënë kur ti morrin vesh na emrat. Jo veç po flas për jo zoti trajnori, nuk po çështja veç është gabim. Çështja është a reflekto, a është vullnet ky për gjithë çështën e presidentit? I kemi dëgjam. I kemi sfiduar pa mos e mbrojmë, dëgjam çfarë pozicioni dim. Dhe madje do të pozicioni vetë vendosës. Po ta them pozicionin vendosës. Dhe madje do zoti Hamza në takimin e dytë, kur paraqet këtë kërkesë, pa i kallëzu emrat e propozimeve të tyre, sepse po të jepte emrat, mbase do të pajtoheshim. Po të jepte dy emra, PDK, në emër të konsensualitetit, e të na sfidonte ne, mbase do të pajtoheshim. Po ku janë emrat? Cilët janë emrat? Po veç ata parë që duhen, që ju në start i keni nalë. Jo, nuk e keni lanë procedurën me jetë përpara. Çfarë procedurë? Negociatën. Jo, ata e kanë mbyll. A di çfarë ka thënë zoti Hamza? Me takimin e themi çka kanë thënë ata në studio. Ka thënë publikisht zoti Hamza në takimin e dytë. Unë i bëra ofertë thot zoti Kurti, presidenti do të jetë propozimi PDK-s, kundër kandidatit do të jetë PDK-s. Pa i treguar emra, do të thotë që kandidatit gjithë e dim, do që do të në formal vetë ai është këtë normale. Vetëm edhe një, po du me shpreh, me prezantu për shtetër. Ai ka propozuar emrin zoti Ushtrimi, e din Albin Kurti edhe emrin, nuk është problem. Ai ka propozuar emrin, po juve s'u kanë kallëzuar. Nuk është e vërtetë. Do të ta thotë më zoti Hamza, po pse ka thënë publikisht? Po se ka thonë se unë konfidencën e muhabetit. Ja, konfidencë nuk kanë që trase hub publik. Po sa më të zonë Gjashari. Publik me që të sanë. LDK, në takimin e parë, dytë vazhdimisht, po, president konsensual, mbi palët, veç që kjo fjalin e orë gjysë u diskutua. Që nuk kanë noteri i kryeministrit e vallallaj qeverisë, dhe asnjë propozim të vërtetshëm. Pyetja që duhet të shtrohet edhe sot po e shtroi LDK-s dhe PDK-s.